Atëre, duke marrë gjithmonë si referencë për edhe historikun tonë, gjithmonë në zgjedhje kemi pasur incidente, kemi pas kriza, kemi pas protesta, kemi pasur shumë faktorë të cilën na çonin na tregonin se si do ishte rezultati ose se si do të ishte edhe pjesëmarrja e zgjedhjeve. Në këto zgjedhje nuk patëm incidente, nuk patëm konflikte, nuk patëm protesta, po nuk patëm edhe pjesëmarrjen e partive politike, sidomos të partive politike që vijnë nga opozita. Duke marrë si referencë edhe pjesëmarrjen e zgjedhjeve, ajo që shikohet është që pjesëmarrja totale është 18% në rand kombëtar, ose më fal, për bashkitë të cilët janë për 5 bashkitë. Akoma e rënd kjo sepse pjesëmarrja është shumë e ulët. Po në rast se ne shkojmë në mënyrë të specifikuar dhe merrem me bashkinë e Vlorës, do të shikojmë që pjesëmarrja është 12. Vlora nga 5 bashkitë ka dhe numrin më të ulët të 12.8 pjesëmarrja. Kanë votuar 18.000 qytetarë shqiptarë që janë të regjistruar në bashkinë e Vlorës. Pra, është treguesi i qartë që vetë qytetarët nuk kanë marrë pjesë në zgjedhje. Pse nuk kanë marrë pjesë në zgjedhje? Është pikërisht pyetja që duhet ngritur. Çfarë ka ndodhur? Ky është problemi. Si duhet ta lexojmë rezultatin? Këtë problem duhet ta lexojë shumë mirë zoti Rama dhe zoti Berisha, sepse janë pikërisht ata të cilët kanë normuar në 2008 kodin zgjedhor. Sepse ky kod zgjedhor vjen gjithmonë sipas normimit që ata kanë bërë her pas here kur kanë pasur mundësi të bënë edhe ndryshime kushtetuese dhe ligjore të kodit zgjedhor. Pastaj duhet marrim edhe referencë rastin që Partia Demokratike si subjekt historik i vendit nuk mori pjesë me logun e vet, po thjesht vendosi si kandidat të pavarur. Nga njëra anë, Partia Demokratike është një strategji e gabuar, sepse një subjekt politik për çfarë është? Është për të kandiduar. Në rast se nuk do kandidoj, duhet të qëndroj një OJF, sepse OJF-ja nuk kandidon. Pra, një subjekt historik si Partia Demokratike ka bërë gabimin shumë të madh, siç ishte gabimi i 2019-s, kur Lulzim Basha nuk mori pjesë në zgjedhjet lokale dhe dëmtoi Partinë Demokratike.